Është finalizuar operacioni policori koduar Second Floor, i organizuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë, bazuar në informacionet për një rast të kultivimit të bimëve narkotike në një objekt 3 katësh në fshatin Rrill. Gjatë kontrollit në katin e 2 të objektit, policia konstatoi 4 ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike dhe tharjen e tyre të pajisura me llamba elektrike dhe lidhje të palishme me energjinë elektrike. Hetimet paraprake kanë zbuluar se kjo veprimtari kriminale kryhej prej disa muajsh. Gjatë operacionit u arrestuan shtetasit A.G, 57 vjeç, dhe A.G, 22 vjeç, babë bir, të dyshuar si autor të veprimtarisë kriminale, G.D, 59 vjeç, punonjës i OSHS, i dyshuar si bashkëpunëtor në kultivimin e bimëve narkotike dhe për shpërdorim detyre. Ndërkohë, për 4 punonjës të tjerë të OSHS, është nisur procedimi në gjendje të lirë për shpërdorim detyre. Nga kontrolli i kryer në objekt dhe banesat e të arrestuarve, u sekuestruan 8.8 kg kanabis e tharë, 1064 bimë kanabisi, 960 fidan të mbjellë në kubik, 850 fara kanabisi, 106 llamba elektrike për kultivimin e bimëve narkotike, 180 gram kokain, 3 armë zjarri, 2 armë sportive, 1 automjet dhe 4 celular. Në banesa u gjetën edhe 1 armë zjarri pushk dhe 1 pistolet me mulli. Policia thekson se ky aktivitet kriminal ishte i organizuar dhe zhvillohej prej disa muajsh, ndërkohë që hetimet po vijojnë për dokumentimin e plot të aktivitetit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme ligjore.